Ministri i Drejtësisë Toni Gogu, gjatë një takimi me profesionistë të fushës së drejtësisë në Korçë, deklaroi se Partia Socialiste do të vijojë të mbështesë ndryshimet në kodin e procedurës penale, të cilat parashikojnë ndalimin e pezullimit të ministrave të kabinetit qeveritar. Partia Socialiste, shumica socialiste, nuk është tërhequr nga asnjë deklarim publik që ne kemi bërë për sa i takon fuqizimit të garancive procedurale në procesin ligjor, pjesë e cilës janë dhe ndryshimet në kodin e procedurës penale. Që do të thotë që ne do të fuqizojmë më tej garancitë procedurale të individit në çfarë do lloj procesi gjyqësor që ai është, administrativ, civil apo penal. Gogu bëri të ditur gjithashtu se projekt ligji për amnistin në burgje, i miratuar në qeveri, pritet të kalojë së shpejti për diskutim në parlament për të ndjekur më pas nga zbatimi i tij i plot. Kemi bërë miratimin në qeveri, është në kuvend, në ditët në vijim do të fillojë diskutimi edhe në kuvend. Ajo çfarë ndodh tashmë sa më afër jemi Bashkimit Evropian, aq më i shpesht edhe më intensiv është edhe konsultimi me Komisionin Evropian të çdo copse legislacioni që Shqipëria kalon. I pyetur nga gazetarët në lidhje me pretendimet për trajtim të favorizuar apo lirimin e mundshëm të Erion Veliajt, ministri shmangu një përgjigje direkte, duke theksuar se institucionet e vuajtjes së dënimit funksionojnë mbi bazën e ligjit dhe jo në shërbim të individëve të veçantë.